shojmë në ëndër, e dim faktikisht që ka aktorë që po përpiqen ta shfrytëzojnë duke përdorur atë që quhet depërtim dhe ka të tjerë që po përpiqen ta përdorin për agjendën e tyre, për qëllimet e tyre që nuk kanë absolutisht të bëjnë me Shqipërinë si objektiv, por kanë të bëjnë me Shqipërinë si një vend interesant për t'i dhënë energji politikëbërjes së tyre, por kemi shumë të dhëna për këtë dhe do t'i bëjmë publike vetëm faktet, jo histori, faktet. Edhe një herë, po ju them që nuk flas për aktor dashakeq, ka vetëm një aktor dashakeq që është Irani, të e dim me fakte. Nuk kam thënë kur dhe nuk e them asnjëherë që Irani është shpiku, po them që Irani u hodh menjëherë në këtë histori. Menjëherë. Dhe ne jemi në luftë kibernetike me Iranin që është prej disa vitesh tashmë. Ata organizuan një sulm të tmerrshëm, masiv, kibernetik kundër Shqipërisë për të fshirë gjithë infrastrukturën tonë kritike, nuk ja dolën, ndërkohë që ne u detyruam të investonim masivisht dhe ndërkohë që flasim, kemi një nga muret më të mira kibernetike në Evropë, dhe është diçka që njihet dhe nga NATO-ja dhe e njohim mënyrën se si veprojmë, rrugët si veprojmë, kështu që është shumë e qartë që ata kërkojnë ta ndezin, ta fryjnë këtë gjë. Se kush e ka interesin që të krijoj e të ndez narrativën antisemite, antihebreje, anti-izraelite. Kush e lidh, po ç'lidhje ka inframuri izraelit me këtë zhvillim, ç'lidhje ka Gaza me këtë? Pra kjo është një gjë. Dhe në fakt ka hasur në shpërndarje, ka patur interes. Pjesa tjetër janë konkurrentët. Kemi pasur shumë informacione të rreme që vinë nga konkurenca sa i takon turizmit, dhe pjesa tjetër janë njerëz me qëllime të mira, si ju. Ju jeni njerëz që keni qëllime të mira, doni më të mirën për Shqipërinë. E nuk do të ishte gabim të thoje që edhe mes jush ka njerëz që kanë ripostuar, ndoshta jo ju, po kanë parë ripostime në platforma nga gazetar, nga figura publike që kanë ripostuar qindra mira protestues. Është bota ku jetojmë. Është çmenduri, po kjo është. Ndërkohë që historia është shumë e thjeshtë. Ka një interes nga një konsorcium mjaft i madh investuesish për të sjellë një kapital të madh në vend. Dhe kompania në krye është një nga superfuqitë e lindjes së mesme, Power Holding. Mund të shkoni të shihni ç'kan bërë, kanë po kështu edhe disa projekte të bëra nëpër ishuj që flasin vetë.